Vajzat dhe gratë shqiptare harxojnë shumë nga energjia e tyre për t'i treguar botës se sa të mira janë, sa të ndershme janë, sa të përkushtuara janë ndaj familjes dhe se nuk e kanë tradhtuar kur burrin e tyre. Të gjithë këtë energji që këto vajza dhe gra harxojnë çdo ditë, shumë mirë mund ta kanalizonin diku tjetër dhe të ishin me të vërtet të zonjat e vetes. Dhe jo të mendonin se çfarë thot fisi, çfarë thot bota, çfarë mendon burri për mua, çfarë mendon vllai për mua, çfarë mendon babai për mua, apo shumë njerëz të tjerë që na rrethojnë çdo ditë. E them këtë sepse jo vetëm njerëzit që unë njoh, por shumë gra dhe vajza ende sot e kësaj dite vazhdojnë edhe vuajnë në familjet e tyre për shkak të xhelozisë që kanë partnerët e tyre, burrat e tyre, baballarët e tyre dhe janë të ndrydhura të jenë vetvetja. Janë të ndrydhura dhe nuk ngrën dot zërin e tyre për të mbrojtur veten e tyre, për të mbrojtur të drejtat e tyre, dhe nuk i denoncojnë këta persona që në të shumtën e rasteve janë edhe të dhunshëm, sepse ju vjen turp nga çfarë do mendojnë njerëzit e tjerë, çfarë do mendoj fisi, çfarë do mendoj bota që ja un po divorcohem, ja un po ndahem, ja un po denoncoj familjen time, po denoncoj babain tim, po denoncoj vllain tim, po denoncoj burrin tim. Pra kanë frikë dhe e vrasin shumë mendjen mbi atë çka thonë të tjerët për to. Çfarë ju intereson juve se çfarë mendojnë të tjerët për ju? Ju e dini vetë se kush jeni. Askush nuk ka ecur në këpucët tuaja. Pra, plaga ju ka dhëmbur juve, jo të tjerëve. Për çfarë arsye duhet të vazhdoni dhe të jetoni jetën tuaj duke u bazuar tek opinioni të tjerëve? A doni t'ju them realitetin? Realiteti është që çdo vajzë, sidomos shqiptare, në jetën e saj është quajtur një herë kurv. Pra, është quajtur nga babai i saj, nga vllai i saj, nga burri i saj, nga i dashuri i saj, nga komshiu, nga menaxheri, nga pronari, nga fisi, është quajtur dhe nuk e ka merituar. Nuk e ka merituar sepse nuk është e tillë, ama është quajtur sepse fjala e parë e këtyre njerëzve kur duan të ulin, sepse nuk janë në lartësinë tënde, është të quajnë me atë fjalë, sepse nuk të arrin dot ndryshe, kujtojnë se ashtu do të lëndojnë, dhe e bëjnë vërtet. E bëjnë vërtet, sepse shumica e vajzave shqiptare ndikohen nga këto fjalë, lëndohen, në vend që të thonë, çfarë më the çfarë? Po ashtu jam një kurv, më e mira që ti ke njohur ndonjëherë, po ti çfarë je? Çfarë edukate ke? Kush je ti të më gjykosh mua? Mos thoni më nuk jam vajza, mos e vrisni mendjen se çfarë thon të tjerët. Ai ka mendimin e vet. Mendon ai se un jam ashtu? Okej, le ta mendoj. Ka një pikturë të vetën ai për ty në kokën e vet, dhe çfarëdo që ti thuash, sado që ti qash përpara syve, ti lutesh, ti përgjërohesh që mos të thot ashtu, ai ashtu do mendoj. Ti pse e vret mendjen? Pse e vret veten tënde çdo ditë? Pse vazhdon edhe jeton me këta njerëz toksik? Me këtë opinion të këtyre njerëzve, njerëz të kalbur? Përse? Na sa dim jeta vjen veç një herë. Nuk kemi prova që rikthehemi përsëri këtu. Kështu që mendojeni çdo ditë sikur të jetë dita juaj e fundit dhe shijojeni. Mos mendoni dhe mos e vrisni mendjen më për të tjerët dhe për më gjatë se sa kaq. Ju përshëndes dhe realisht ju them, keni mendje në kokë. Ju dua shumë.